le të flasim pak base ka lidhje dhe me ato që çfarë ndryshon tek hormonet dhe ç'vini ju duhet kanë lidhje këto me prolaktinën, meqense ju përmendët në fillim? Atëherë, prolaktina është një nga hormonet kryesore që prodhohet nga pjesa e përparme e hipofizës, me dy funksione fiziologjike shumë të rëndësishme gjatë shtatzanisë dhe periudhës së gjithëdhënies apo laktacionit. Dhe jashtë këtyre periudhave, prolaktina ka tendencën që të ri pak e frenuar. Pra, në dallim me hormonet e tjera që prodhon pjesa e parme e hipofizës, mund të themi që është hormoni më i disiplinuar i hipofizës përparme. Dhe i ka shumë të zhvilluara boshtet që e mbajnë atë të frenuar. Dhe në fakt, nëse në zonën e hipofizës formohen tumore, të cilat mund t'jenë ose jo prolaktin prodhues, ato shpesh shoqërohen me rritje të niveleve të prolaktinës. Dhe kjo vjen pikërisht nga fakti që këto tumora apo masa që mund të zhvillohen aty bën një shtypje këtyre rrugëve që e mbajnë të disiplinuar këtë tumor. Megjithatë, ne duhet kemi parasysh që rritjet e niveleve të prolaktinës nuk ndodhin vetëm nga tumoret. Dhe diagnoza diferenciale e kësaj gjë është jashtë mase e gjerë, sepse shpesh na ndodh që të na vijnë pacient me një analizë të bërë, qoftë të referuar nga ginekologu, qoftë të referuar nga një mjek familje, apo që mund të kenë lexuar vetë diku dhe e kanë bërë këtë analizë, dhe pyetja që na bëjnë doktoresha, kam unë një tumor, domethënë kjo është pyetja e parë që ne pacientët na bëjnë sepse trembën kur shikojnë një nivel të lartë prolaktina. Nivele të larta të prolaktinës. Dhe i lidhin detyrimisht me një tumor. Në fakt, nuk është vetëm kjo. Përveç këtyre dy shkaqeve fiziologjike që unë të përmenda, që është shtatzania dhe laktacioni, prolaktina është një hormon stresi. Dhe këtu gjej rastin të bëj një sekond një thirrje për mënyrën se si duhet marrë dhe matet niveli i prolaktinës. Është e rëndësishme të matet esëll, të matet mundësisht në orën 8 deri në 9 të mëngjesit, mundësisht në fazën folikulare të ciklit menstrual, pra është një hormon që do disa specifika në matje, dhe idealisht me kanjul dhe të bën 3 matje të një pasnjëshme dhe të nxjerrët mesatare atyre. Pse e them unë këtë? Dhe kjo shumë e rëndësishme për të gjithë teknikët e laboratorit edhe mjekët e laboratorit që duhet ta dinë. Pse e them unë këtë? Sepse edhe stresi i shpimit që kemi nga marrja e analizës mund të arrisë nivelin e prolaktinës. Ka që ndjeshme është kjo gjë dhe mua më ka ndodhur në përditshmërinë tonë klinike që pacientët të vinë me një rritje shumë të vogël të niveleve të prolaktinës dhe të jenë natyrisht të tmerruar, por nëse ne kemi bërë matjen me 3 matje në këto kushte që unë sapo të përmenda, në fakt ka qenë një hormon totalisht brenda normës dhe nuk ka pas nevojë që të shkojmë drejt analizave të tjera. Dhe me 3 matje ne nuk gabojmë, sepse me 3 matje natyrisht gjasat për të gabuar janë shumë më të vogla, prandaj ky test është standardizuar